Kancelaria gjermane Angela Merkel duket se është në shënjestër të ekstremistëve islamik që kërkojnë vdekjen e saj. Gazeta gjermane Die Welt, që citon një burim nga shërbimet sekrete gjermane, shkruan se në internet është hedhur një video ku ekstremistët bëjnë thirrje për vrasjen e kancelares gjermane. Kjo video është e njohur për shërbimet e sigurisë dhe është duke u analizuar, tha zëdhënësi i shërbimeve sekrete. Gazeta shkruan se në videon rreth 3 minuta shfaqet një person që quhet Abu Azam, i cili bën thirrje për vrasjen e Angela Merkel, si dhe për një sulm mbi parlamentin gjerman. Ne duam të shohim Merkelin të vdekur, thot Abu Azam, i cili besohet se jeton në Egjipt. Duke e kthyer pranverën arabe, ne po shohim përpara për një verë europiane, thot Abu Azam në video sipas gazetës. Përfshirja e Gjermanisë në misionin e NATO-s në Afganistan ka rritur frikën e një sulmi brenda territorit gjerman. Berlini tha gjithashtu se do të ndihmojë me avion ushtarak të transportit trupat e Afrikës Perëndimore për të ndihmuar forcat franceze në Mali, që luftojnë kundër rebelëve islamik.